5 mënyra për të paguar më pak energji elektrike gjatë dimrit. A i dini se edhe shtëpitë me izolim shumë të mirë humbasin 44% e energjisë së shtëpisë së tyre nëse kanë dritare të vjetra. Humbja e nxehtësisë gjatë dimrit është një problem për shumë prej nesh, nga kornizat të vjetra të dritareve deri te termostatat deri te pajisjet, të cilat janë gjithmonë të ndezura. Ka mënyra të ndryshme se si të mbani nxehtësisë brenda shtëpisë së huaj. Hiqni nga priza pajisjet të cilat nuk i përdorni. Kur themi pajisje të tilla i referohemi televizorit, regjistruesve, mikrovalës, telefonit, tabletave ose laptopëve. Shpesh i lëmë këto pajisje kur largohemi nga dhoma në prizë dhe kështu do të harxojmë më shumë energji. Përdorni gjithmonë drita inteligjente LED, izoloni mirë dritaret, izoloni tubat dhe shikoni edhe për hapësirat të cilat çojnë edhe një humbje të energjisë të madhe. Për më shumë shikoni videon më poshtë.